Zoti Hoxha, unë kam dy pyetje për që mund marrin pjesë edhe kolegët e tjerë, po dhe zonja Kryemadhe që një politikanë e njohur këtu në këtë vend. Kjo hyn te pjesa sa e mirë për Shqipërinë. Kush e zhdunuar ish kryetari i PD-s në Lezhë. Po. Në mbrëmjen e së shtunës, në 9 maj 2026, në autostradën Laç Milot, u dhunua barbarisht nga personat pa njohur, ish kryetari i PD-s në Dajç të Lezhës, Sokol Toma, 53 vjeç, është dhe biznesmen në Lezhë këy. Kryesisht fushë ndërtimi si biznesmen. Si ka ndodhur kjo ngjarje tani se këte kishin qelluar, kishin prerë pjesë të veshit. I kanë dëmtuar dhe vesh. Është dëmtuar dhe vesh. E kanë dëmtuar veshin, ndashtë presin, domethënë një pjesë të veshit. Nuk e di, kanë bërë se kanë bërë. Po ky është dëmtuar. Edhe kanë thy këmbën. Po dyja kanë po. Dyja këmbët. Dyja kanë. Shkruan gjëra shumë çuditshme, ja futin edhe Gjingjoni e ka bërë thoshin. Gjingjoni thotë, Gjingjoni s'kedi nuk vuhet mund të bëj shumë gjëra, po nuk ka lidhje tani që të bëj skena të tilla. Çfarë është kjo? Perceptim, se perceptim është, çfarë po thotë, perceptim është. U krijuar sepse 48 orë pasi kishte ndodhur ngjarja, si asnjëherë tjetër nuk po fliste as PD-ja, as PS-ja, as policia. Ky zotëria ka qenë drejtori i hipotekës në Bashkinë e Lezhës dhe ka qenë për një kohë të gjatë, është ndërtues aty, ndërton një kune, mos gabosh 24 katësh hotel atje. Po ka një historik ky në 24 katësh në kune? Jo, po ndërton një objekt në kune dhe kanë nxjerrë leje për 24 katësh. Ti po habitesh tani. Edhe unë nuk e di atë objektin, nga kjo e mësova. Ose kam tale. Jo, në kune po ndërton. Tale ka projekt. 24 katësh? Po ndërton, jo, nuk është 24 katësh në kune. Në kune po ndërton, thash, ka dhe një leje për hotel 24 katësh. Në kune është sepse një nga punëtorët e këtij ka humbur jetën vitin e kaluar dhe është në hetim dhe për këtë punësim të paligjshëm, për shkelje të rregullave në punë dhe për rastin e vjeçëm. Pra, në pamje të parë, nëse shikon kuadrin e këtij personi, edhe moshën që ka dhe aktivitetin që ka në Lezhë, nuk të përputhet me ngjarjen. Ngjarja është tipike ngjarje mafioze që ne kemi mësuar vitet e fundit. Po të sjellë se besoj ti mamanat palestinezin, libanezin që ishte ai që ndaluam mes rrugës, e i hyn ata ustallarët atje, njëta gjë ka ndodhur. Libanezi ishi lidhur me këtë plazhin këtu, mo? Në te Gjirilalzit, në Hamallaj ku ishte ai. Tani ky është dënuar për randën e hedhur në kutiun për toka. Ka marrë një dënim 1 vit e 4 muaj, por ka qenë dënim me kusht, bashkë me ish-kryetarin e bashkisë së PD-s. Pra, po ta shikosh, kur ishte drejtori hipoteke, këtë dënim ka marrë për. Ky ka qenë dhe kryetari i PD-s, edhe politikisht aty ka qenë përfaqësues, por gjëja që bën të përshtypje është s'po fliste njeri. Dhe kjo bëri shumë përshtypje. Dhe si ishte mundur që edhe qytetari digjital që s'li gjë pa folur s'po fliste për këtë rast. Aq më tepër që ky ka qenë kryetar PD. Mbas ata po kërkonin verifikim, mbas e kanë lidhje me atë që përmendet ti, nuk e di. Por mua më bëri shumë përshtypje që 48 orë sot ka folur kryetari i bashkisë në ora 17, zoti Pirin Ndreu, 2 orë më vonë ka reaguar më në fund PD-ja e Lezhës. Tani, PD-ja mos se ti thua PD-ja bënde PD-ja gjëra kështu thyen këmbë gjëra. Nuk bën PD-ja më pse s'po reagonte, se ata dinë se kush e ka bërë këtë punë. Reagon me shkretare nga aktivitetin e vet. O ylli, skuadrat që bëjnë këto punë dije. Nuk janë shumë në qarkullim. Se ti po flet për ditë. Janë dihet se kush janë ata. Në këtë rast duhet të reagojë policia. Po flas duke mos reaguar policia, bëri përshtypje kjo gjëja tjetër. Se pavarësisht motiveve, është shumë e rëndë që një njeri të ndalohet në rrugë në autostradë, hapet krau makinës dhe të hysh me shkopin bejsbolli me çekiç mes rrugës. Dhe pastaj çështja të ngelet, s'flet askush. Ora kush e mori këtë aty dhe kush e solli në spital, se sollën te trauma. Ora çka ka ndodhur? Kjo është policia, ta bënde këtë transparencë. Atë se dim se kush e ka quar, pa ata që e ndaluam mes rrugës e kanë rrahur e kanë lënë aty. Ata e kanë lënë aty. Dhe fakti që ata kanë dëmtuar gjymtyrët e kanë bërë që të vuajë. Sa ata si ka penguar, kush shkonin dhe mëtej, kush i pengonte. Atje ajo zonë s'ka pas kamera, është kryqëzimi Sanxhakut, du ta kesh. Kryqëzimi Sanxhakut, ku makinat aty ecin me shpejtësi maksimale, se si e kanë ndaluar ata, se si kanë arritur ata ta bëjnë këtë gjë, ta nxjerrin anë të rrugës, dhe pastaj të punojnë qetësisht, duke hyrë burrit huaj me shkopin bejsbollin mes rrugës madhe, se që ta bësh të gjë do i garancit madhe, se nuk e bën dot kushdo. Ky nuk është sherr aty për aty, që marrin lopatën ata edhe zihet. Pra, kjo duket që është një gjë e instruktuar mirë. Tani, policia është një nga ngjarjet që po mundoi të mos jepte reagim. Mbase po kërkonte autorët, nuk e di, nuk them dot.
Por, deri në këto momente ne nuk kemi autor. Zotëria urojmë që ta kaloj sa më lehtë këtë situatë, si dëmin fizik që ka pësuar, ashtu dhe dëmin moral edhe terrorin që ka përjetuar. Po thuhet deri tani që jo ka dhënë deklarime, s'ka dhënë deklarime. Atë fatisht ai tani nuk ke çfarë deklarime të ti marrësh. Marri herë veten jetë, bëhet të kthehet një në realitet dhe pastaj mund të t'japi ndihmë. Tjetra, bizneset, aktiviteti që ka zotëria, pra është përfaqësues politik në qarkun e Lezhës, që është një qark i djathtë, së pari, së dyti, ka qenë zyrtari i rëndësishëm bashki, sepse ka qenë thash tek zyra e hipotekës. Ka qenë pjesë e stafit dhe shtabit Partisë Demokratike. Pra, ky nuk është njeri i panjohur në Lezhë, është njeri që ka aktivitet, nuk mund ta trajtosh si një rast mos ishin sherr një konflikt. Pista thuaj ende nuk mund të thosh do të asgjë, se prandaj edhe forcat politike kanë heshtur. Madje edhe sot, masdite kur kryetari i bashkisë ka qenë oficer, ka qenë drejtor policie. Nuk ka lidhje me pjesën politike, thuaj. Zoti, nuk e dim. Zoti Pierin tha kaq. Zoti Pierin tha, u kujdes më tepër, a është dëmtuar, as është dëmtuar te veshi. Nuk u kujdes për pjesën që pse nuk zbardhet kjo ngjarje. Si mund të rrëmbejnë njerëzit me... Zoti Pierin tha... Sot masdite, pra i reagoi pari. Kujdesit për veshin. Po, se nuk ka lidhje, tha me ato, tha ka lidhje me histori tjetër. Pra, ngjarja në vetvete është shumë e rëndë. Edhe për atë çfarë përfaqëson personi. Dhe për më tepër, sot, mbas, pra ngjarja ka ndodhur shtunën, sot është e hënë në darkë, ende nuk kemi asnjë lloj reagimi ose njoftimi nga policia ose persona të shpallur në kërkim se kush mund ta ketë kryer pra, nuk mund të themi më tepër se kaq thua ti çfarë përfaqëson ky biznes. Jo, ky përfaqëson, ta thash përfaqëson. Problemi është që se një sulm kaq i ashpër. Fakti që policia nuk bën transparencë. Policia se di fare çka ka ndodhur. Tregon që policia e di kush e ka bërë. Si rregull po. Policia lokale. Se policia kur nuk e di kush e ka bërë, bën mjofton vazhdimisht. Si rregull po, por problemi ti e di që kur e di kush e ka bërë dhe nuk e prek kap dot, e prek dot. Policia e di se kush e ka bërë për ta thot viktima. Kur ai thot viktimës, po ta mbajti, thuaj ti se kush e ka bërë, që të lëvizim ne. Po për 40 tetor, ata që kanë bërë këtë ngjarje, sikur të kenë ikur në këmbë, kanë dalë në Novi Sad tani, edhe në këmbë po të kishin ikur në vend ngjarjes. Jo që kufiri me malin e zish aty, dhe jo që masat janë marrë miq. Ata kanë menduar ngjarje. Shiko, fakti që ata e kanë bërë pritën në atë fragment autostradës që ka më pak kamerë ose s'ka kamera fare, për atë kryqëzimi Sanxhaku, do të thotë ata e kanë studiuar mirë lëvizjet aty, me këpolviste, se kanë gjetur edhe në makinë që ka qenë i vetëm. Dhe kanë bërë këtë gjë. Dhe ky qark, po ta vërshë qarku i Lezhës, ka ngjarje shumë të rënda. U bën vite që si dhe vërdall te ky qark. Aty ndodhi vrasja aty tjetër me gruan. Deri tani nuk kanë Kosovë që të thuajnë kemë dhe të presin të veshin apo. Ja, s'ka filluar akoma aty. Do të me pas shumë guxim me bë ato, po te na ende te revolja metet. Ka mbetur te Koburi akoma, domethënë te Sakica po. Te qellona ai me Sakicën, te Koburin dhe marrall, po revolja. Te veshit e kështu nuk ka mbritur. Megjithatë kjo është vërtet ju urojmë shërim sa më të shpejt. Zotërisë, edhe duhet të zbardhet sepse është veprim mafios totalisht. Veprimi në vetvete krijon panik më të madh. Fat tash ata si ka penguar kush të shkonin dhe në një vendim ekstrem. Nuk kanë patur për qëllim ta vrasin. Qëllimi i tyre ka qenë pikërisht kjo, që ta dëmtojnë, që të vuajnë më shumë nga kjo që kanë bërë ata se sa një veprim tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndë. Po ndërkohë ka ndodhur që nga ekstremin ekstrem ndodhin si sipërfaqe, si gjeografi.